që ta bëjmë të qartë për të gjithë prindrit që duan një informacion më të qartë. Testi Pavlidis është testi i parë biologjik në botë, pra që do të thotë na jep një përqindje të saktë 97.6% për disleksinë dhe 96.5% për ADHD-n. Është një test që përdoret në mënyrë universale në të gjithë botën, sepse nuk ka nevojë që fëmia as të flasë dhe as të shkruaj. Fëmia ulet para sistemit fotoelektronik, pra që mat lëvizjet okulare me 1 milisekond. Që do të thotë, dhe fëmijët me ADHD, edhe ata me disleksi, shoqërohen me lëvizje okulare të parregullta, pra me sakada dhe amplitude që ndryshojnë nga lexuesit e rregullt dhe fëmijët pa ADHD. Kjo pajisje me sistem fotoelektronik regjistron lëvizjet okulare me 1 milisekond dhe i analizon ato, duke na nxjerrë pastaj të gjithë raportin e detajuar mbi shkallën e vështirësisë, llojin e vështirësisë të çrregullimit neurozhvillimor, por edhe planin e trajtimit dhe një kohë zgjatje se sa na zgjat në kohë.